Lasciate pa quale di cavne emissia co givdi pe tumenza. Araclovani chiaviruni emissia givdi pe tumenza, cotea cavaver ulapcam ca te treterina, vash o situația e chavrengo cotar o romano ashkalunotai egipciano comuniteti numai vi mai buderi. Ulapcam ca tema vash o sebepi ca acava masek manifestisalo o iecto iuni lumiaco dive vash o hakia e chavrengo. Taj prekali emisija gjivdi pe tumenca vasha kava kurko, ka vakerase savo implementipe siole o krisi vash o qavrenge hakja, savesio aktivitetja taj pozicija kale qavrengo aneamari Kosova, numai ini i situacija e qavrengo kola mangena podroma vash sebepi e pare gjivdi paske kondiciengo kotar akala komunitetja. Poshërd ka shuna Sesova Kergja Orajo Osmani, direktori organizacijako Nevo Koncepti, jek organizacija kaj kerol buti vash o hakja e qavrengo kotar akala komunitetja ani Prizerenovski komuna. Te dikaj gatisar një intervista ta i naramen palem ano studio. Darasalem je Majangli Darasalem съske кале дисен дече ко обраме на нето шука съske кева диве малапето ек јатра побут лафи ваш алкава диве вашо хаке мануш е чаворинго ем гандингам кај тол ек насар протести нумајте цида со побут o drom kota o čavo, kota čavoringo hako, lingo hako tajte respektina menobare, od ova so linge perla e taminie. Numai adikagja makateke ne asamblea komunale Prizenovski je kedibe maškaro institucije komunake taj o čavore numai ini kotare asamblea čavoringi o sao dola momenti akola siton semno vašo lingo edukipe, vašo lingo bajaripe, vašo lingo sastipi, taj lingi socijaluni pozicija. Do vas osito je pozitivno momenti adive kaj sitojani funkcija adivesta je ekipa vaš o tamin kova pangiola brahnipak čavoringe hakengo ini komuna Prizenovski gatisarge ekipa dive sine konstitucija taj on adivesta noapetove aktivune te realizinen o tamin taj o administrativune dokumenti ako la pangiona kale taminie em gandinava kaj inio čavore ka don poro kontributi kana ka gatisara o plani bukjako. Iranisala no studio temasa kote samtu trateringa vaš i tema e čavorenge hakiengo tajolingi pozicija ani Kosova. Jek baro buti keripe vaš o lačaripe pozicija ko vaš o čavore kola siolen nesave problemja, fizikune problemja, sitovi organizacija Hendikos Kotari Đakova, kaj kerol jek baro avokipe taj buti vašo lačaripe pozicijengo akale kategorijako. Amen sa remisija kergam jek intervista Rajnasa Briljanda Balata, koja sito direktorka organizacijako Hendikos Đakova, kola sa kergam mai buderi vaš o implementipe krisesko, vaš o lokalone mekanizmia kola siolen vaš o res kaj te keren buti vaš aga kategorija, taj buderia virune aktivitetja kaj kerola kaj organizacija vaš o čavore e Đakovake komunako. Te džana mai buderi te dikaj gatisarni intervista e Rajnasa Balata taj i naramen palem ano studio. Atë zona Balata faleminderit shumë për mundësinë e intervistimet. Po e trajtojmë temën e njësoshorit dhe me që organizata juaj funksionon për disa vite më radhë me një kategori mjaft ndjeshme shoqërore që janë fëmijët me aftësi të kufizune. Si gjen ky njësoshor këtë kategori të shoqërisë? Po emran punojmë ashtu si shtap të drejtat dhe mundësitë barabarta për fëmijët me aftësi të kufizuar.
për tash gjendja nuk është e kënaqshme në zbatimin të drejtave të fëmijëve, duke përfshi të drejtat e barabarta në shërbime, në ligje, në kulturë, në përfshirje në arsim, në komunitet, nuk është e kënaqshme, po ne jemi të mundu bashkarisht edhe me prindërit, edhe me organizatat ndërkombëtare, duke lubu edhe duke avëku për të realizu këto të drejta dhe t'ju mundsojmë mundësit sa më të mira dhe të barabarta dhe gjithë përfshirëse për të një pasit të kufizuar. Ne tani vetëm jemi duke ofru shërbime rehabilituese dhe multidisciplinare për fëmijët me aftësi të kufizuar, ku është numri 82 fëmijë marrin shërbime dhe jemi të ofru këto shërbime, ku përfshin një gamë të shërbimeve, ku janë rehabilitimi primar fizikal, janë këshilla psikologjike, janë terapi të logopedisë, të komunikimit, është edukimi jo formal, para përgatitje për më kyçe në shkollë dhe pas mësimit i ndihmojmë fëmijët me aftësi të kufizuar dhe keni një bashkëpunim shumë të mirë edhe me ekipin komunal të vlerësimit për fëmijët. Kemi edhe shërbime tjera që është Biblioteka Lodrave, është një program i ri, dhe shërbimet në shtëpi, tek ata fëmijë që nuk kanë mundësi të vinë mi marrë shërbime në qytet për shkak gjendjes shëndetësore dhe transportit shpeshar, shkojmë i ofrojmë shërbimet në shtëpi. Programet tona janë edhe bazune në menaxhimin e rastit, ku koordinohem edhe me aktorët tjerë relevant nëpër institucione, për koordinimin e shërbimeve për një mundësi sa më të mirë për gjendjen e një fëmije me aftësi të kufizuar, qoftë ato shëndetësore, qoftë ato në shërbime tjera në komunitet, po edhe ato rëndore. Bazuar në situatën në Kosovë, tashmë pothuajse në vitin e dytë që ka hyrë në fuqi dhe ligji për mbrojtjen e të fëmijëve, sa vlerëson hendikosi që ka zbatueshmëri të këtij ligji dhe sa po respektohet ndoshta si nga aktorët ndërkombëtar dhe nga institucionet tona? Po mendoj që janë të shkuar hapa shumë të vegjël, po mendoj që Komuna e Gjakovës veç ka implementuar dhe ka arritë të përfshin disa rregullore apo urdhër procese që janë, po mendoj që Komuna e Gjakovës janë të shkuar me një zbatim më shpejt se sa niveli qendror apo edhe nivelit komunal. Po hapat e zbatueshmërisë janë nivel shumë ka dalë duke ecur. Ne dim që tashmë në Komunën e Gjakovës është i formuar edhe Komiteti Komunal për Personat me aftësi të kufizuar, ku ju e udhëheqni këtë komitet. Cila është rrugtaria e këtij komuniteti dhe çka trajton në fakt ky organ institucional? Po jemi themelu dikur si ka një vit e gjys, pak më vëlens, po procesi po shkon shumë mirë, na si komunitet, si komitet jemi ku ofrojmë këshilla komunës dhe veprojmë dhe i menaxhojmë në realizimin e kritereve, ligjeve dhe procedurave të komunës. Deri tash kemi pas rezultate nga këtij viti i gjys. Këtë vit vetëm i kemi marrë 2 takime, ku kanë qenë fokus arsimi dhe kemi edhe programin edhe planin e veprimit gjatë këtij viti. Tek arsimi ka qenë kërkesa jonë edhe kërkesa prindve edhe situatës analizës që kemi bërë. Ka qenë që të ketë asistent më shumë, të ketë material didaktik për fëmijët e gjysmë të verbër ose të verbër, po ashtu edhe t'ju ofrohet edhe fëmijëve të shordër ose gjysmë të shordër edhe mundësia e një interpreti
tjetë komunal që tjetë mobil në basë nevojave që kanë drejtoria arsimit. Edhe si kërkesë tjetër ka qenë që çtohen, plotësohen anëtarët e ekipit vlerësues, pasi që janë tërheq 2 prej ekipit, edhe është ekipi nuk mbuluohet me gjithë anëtarët. Këto kërkesa e kemi drejtuar edhe drejtorisë arsimit, po ashtu edhe kryetarit, po shpresoj që të ardhmen shumë shpejt do të realizohen këto kritere. Dhe sa i përket asistentëve dhe psikologëve në shkolla dhe mësimdhënësve mbështetës, veç janë procedura edhe prej ministrisë, po ashtu edhe UNICEF-i ka mbështet, dhe po planifikojnë edhe vetë komuna që në talmën të plotësojnë numrin e kërkesave, qoftë për psikolog, qoftë për asistent dhe mësimdhënës mbështetës. Po do të shkojnë hap pas hapi, vit për vjet të ishtu numrin e kërkesave dhe plotësimin asistentëve dhe mësimdhënësve mbështetës. Sa i përket edhe transportit, se janë përfitues fëmijët me aftësi të kufizuar, edhe transporti plotësohet për gjithë fëmijët edhe në bazë të kërkesave që kanë nevojë, qoftë fëmijët me aftësi të kufizuar fizike dhe mendore, po ata edhe të verbërit, fëmijët e të verbër dhe të shurdhët që janë në shkollat burimore, të shurdhërit që janë në Prizren dhe të verbërit në Pejë. I plotësojnë edhe i mbulojnë transportit që është një mirë se vetmja komunë që plotësojshim edhe nevojat edhe transportit për të shurdhërit dhe të verbërit. Kanavakira vasho çavore fokusea kotaro romano ashkallinu të Egjiptja hono komuniteti, i godi gjallamenje ko piko i paske centria vaj eduki paske centria, ka ideje në gbaro piko do ipe vash o romano ashkallinu të Egjiptja hono komuniteti, e fokusea vash o piko e çavrengo ano edukipe ta ina butikeripe. Amensa remisja kërgjamik intervista Rajosa Berat Thaci Kovasito, direktori i organizacijako Bethany Christian Services, ka kerol buti anonesave eduki paske centra në Gjakovaci komuna. Kolesava kërgjam ini vash o buti ka kerola ke organizacija, vash o registripe çavorengo ani angloni klasa vashakava akademikuno bërsh 2023-2024. Vash maj budri të dikaj gatisarni intervista. Zotëri thotë që marrë parasysh që tashmë kemi një ligj që i mbron të drejtat të fëmijëve në Kosovë, që një nga nenet të këtij ligji është që të drejtat të fëmijëve duhet të respektohen nga të gjithë dhe të krijohen mekanizma. Komuna Gjakovës tashmë ka krijuar një mekanizëm komunal për të drejtat të fëmijëve, ku edhe ju jeni antar i këtij mekanizmi. Si vlerësoni zbatueshmërinë e këtij ligji për të drejtat të fëmijëve në Kosovë? Po, më vërtet është që ekziston ligji dhe ekziston edhe iniciativa për herë të parë, apo mund të themi se është komuna e parë e cila e prin me krijimin e ekipit për të drejtat e fëmijëve në nivelin lokal. Dhe mund të themi se deri më sot ka angazhim mjaftueshëm, pasi që po konsideroj jemi me grupin punues, me të gjithë aktorët, anëtarët e ekipeve për zbatimin e ligjit të drejtave të njerëzit në nivelin lokal. Jemi duke punuar në mbështetjen e UNICEF-it, jemi duke punuar në planin e veprimit për 3 vjeçorin e ardhshëm, i cili besoj që së shpejti, brenda ndoshta edhe muajit korrik apo gusht, do të del edhe drafti final i këtij plani, nga i cili pritet edhe investime të drejt për drejta komunale të bëhen në zbatimin e aktiviteteve që në para për të zhvilluar. Ndërkohë se përket zbatimit të ligjit të mbrojtjes së drejtave të fëmijëve në Kosovë, mund thuhet që gjen zbatim, por prapë metet hapësirë ashtu siç e thash edhe në fillim të intervistës,
mbetet hapësirë e madhe ku duhet intervenuar për më tepër në nivelin shtetëror. Do të thotë duke filluar nga qeverisja qendrore deri te niveli lokal. Pasi që po marr vetëm një shembull konkret, nëse referohemi programet e fëmijërisë së hershme, mbetet ende hapësirë e madhe ku e pambuluar, ku shumë fëmijë sot ende janë të privuar nga edukimi i hershëm i tyre. Do të thotë 0-3 dhe 3 deri në 6 vjeç. Prandaj në këtë drejtim mendoj që duhet konsideruar në të ardhmen që zbatimi i ligjit shkon paralel edhe me investimet në gjitha fushat të cilat i ndihmojnë zhvillimit të fëmijët. Fatkeqësisht ligji thekson që fëmijët nuk kanë të drejtë të punojnë, mirë po në realitet shohim çdo ditë fëmijë duke kërkuar lëmosh apo duke punuar punë të rënda. Pse vlerësoni që institucionet nuk janë tu e kry punën e vet ashtu siç duhet? E vërtet, kjo që thoni emra, kemi lypsor, kemi do të thotë fëmijë në rrugë për kushte nga më të ndryshmet, problematikë e cila ndërlidhet me njëherë me edukimin e tyre, që do të thotë mosvijshmëri të rregull dhe braktisje të shkollimit, me rrezikshmëri të madhe në kohën kur ata sillen rrugëve, ushqishmëri të dobët, pasi që kemi grup mosha nga më të vogla deri te të rriturit që atakohen me këtë problematikë dhe jo vetëm, ta kemi parasysh sepse kur them braktisje shkollimit do të thotë kemi problem me edukimin, kemi problem me mirëqenien e tyre, kemi mbështetje drejt për drejt sociale për shumë fëmijë që duhet të takojë ndihmë. Pse nuk ndodh kjo? Pse nuk ndodh? Mendoj që mungon një jo interesim, po mungon qasje dhe përkushtim, mendoj, i vetë qeverive qendrore dhe lokale në trajtimin e këtyre problematikave. Se duhet ta kemi parasysh. Problemet të cilat ndërlidhen me rrezikshmërinë apo me problematikat e fëmijëve në zhvillimin e fëmijëve në tonësi nuk është problemi një institucioni apo i një qeverie. Po që nuk funksionon rrjeti në formën e partneritetit me apo si shpesh cekim në rrjet ndër institucional, ku të gjithë do të mundohen në një formë ose tjetër të mbulojnë nevojat e atyre fëmijëve, është e pamundshme që na ta gjejmë fojën të një institucion apo tjetri. Është vërtet që ne sot kemi shërbime falas, qoftë në aspektin e shërbimeve sociale, aspekteve shëndetësore, shkollojmë falas, mirë po duhet ta kemi parasysh që përkundrejt kësaj, në anën tjetër fëmijët vazhdojnë të jenë në rrugë, gjë që duhet të trajtohet dhe të ngritet për më tepër në nivelin e sigurisë dhe mbrojtjes së tyre. Përmendet arsimin si një prej çështjeve më kryesore me të cilat ndoshta edhe organizata juaj punon dhe funksionon në kuadër të qendrës. Tashmë është faza ku angazhoheni për të ndërgjegjësuar prindërit dhe fëmijët për të regjistruar në afatet e rregullta shkollore. Si qëndron kjo situatë në komunën e Gjakovës, pse jo edhe në lagjin ku ju frekuentoni apo punoni? Mendoj që Gjakova karakterizohet me numër më të vogël të braktisjes së shkollimit nga ana e fëmijëve, me përjashtim të disa lokaliteteve të veçanta, cilat mendoj ndoshta që është nevojshme të ceken pasi që dihet, por që shumica e fëmijëve, në veçantë atyre të komunitetit rom Ashkalie Egjiptian, tashmë kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë dhe rolin e edukimit, jo vetëm nga ana e tyre, por edhe nga ana e familjeve të tyre. Kemi prindër më të emancipuar dhe më të edukuar, të cilët dhe shumë më të interesuar krahasu me të kaluamën. Gjithmonë thash del problemi kryesor është aspekti socioekonomik i atyre familjeve, të cilët duke u marrë me problemet e sigurimit të aspektit jetësor, gjërave elementare për jetën, shpesh harrojnë që duhet ta kenë interesim të shtuar ndaj fëmijëve të tyre. Sa na përket neve si organizatë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe me UNICEF-in, ashtu sikur çdo vit tashmë tradicionalisht ne kemi me organizimin e kampanjës për regjistrimin e fëmijëve në shkolla, gjatë cilën ne fillojmë gjithmonë me 1 qershor dhe e themi se përfundon diku me datën 30 shtator të vitit tanishëm. Kjo bëhet me qëllim për shkak se duke pas parasysh se kemi shpesh lëvizje të familjeve kohë pas kohe, ne nuk e mbyllim informimin ndaj prindërve, qoftë në aspektin e broshurave informative të cilat ne i shpërndajmë në lagje, po edhe drejt për drejti përmes vizitave në shtëpia të cilat ne i bëjmë deri në verifikimin e fëmijës të fundit, i cili duhet jetë në bankat shkollore. Pastaj arsyet nëse është apo nuk është, në bashkëpunim me ekipet anëtarët e ekipit për parandalim dhe
mbrojtje të parandalim të braktisjes dhe reagim ndaj mos regjistrimit në shkollë, ne mundohemi që ta gjejmë shkaktorin konkret pse ai fëmijë nuk shkon dhe të gjejmë modalitetet e mundshme apo të gjejmë edhe partner të cilët do ta përkrojnë atë fëmijë nëse është nevoja, vetëm që të kthehet në bankat e shkollës. Në kuadër të kësaj kampanje ndoshta vlen të potencohet se me datën 1 shtator parashihet që secili nga nxënësit të cilët vijojnë tek ne, do të thotë mësimin shtesë që themi në kuadër të qendrave mësimore, është paraport të shpërndohen 180 deri në 220 pako shkollore për lagjen Brakoc. Ndërsa në tërësi konsiderojmë të shpërndojmë diku 380 pako shkollore, përfshi edhe lagjen Dardania apo Piskota, me qëllim që të imbulojmë jo vetëm rastet e fëmijëve të komunitetit Roma Shkalie Xheplan, por të shikojmë edhe disa raste për të cilët karakterizohen me probleme të ndryshme sociale nga komunitete të tjera. Dhe kur jemi te kjo çështje, do të thotë se do të jetë mesazhi juaj apo apeli drejtuar gjithë shikuesve të emisionit tonë. Po mendoj që mesazhin ta drejtoj si gjithmonë drejt institucioneve vendimorse për një vëmendje dhe përkushtim të shtuar në të ardhmen në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve dhe në veçanti në edukimin e tyre, pasi që forma vetme e daljes apo të kalimit të problematikave të ndryshme, qoftë në aspektin e fëmijëve apo edhe vetë integrimit të komuniteteve në tërësi, ne e shohim vetëm përmes edukimit dhe shërbimeve të cilësore ndaj pjesëtarëve të komunitetit. Do të thotë që faleminderit shumë për mundësinë. Ju faleminderit edhe nga ana e juaj. Kanavakira vasho çavore je gbaro piko doipe del vi i fondacija Ter de Zom ani Kosova, koja misija organizacijako sito kajte pikoinel e pozicija e Čavorengo ani Kosova, numa inite pikoinelo institucije vaš o kreripe e buderi dokumentienge kaj garaveno hakja e Čavorengo ani Kosova. Amen sare misija kergam intervista rajosa pajtim zečiri, kova sito reprezenti organizacijako Ter de Zom ani Kosova, kolesava kergam vaši situacija e Čavorengo numai ini se soske siamen Čavore kaj mangena podroma taj mekeno škola ani Kosova. Vaš maj budri te dika se savo respondipe dingja orajo zečiri vaš akaja tema. Me që kur jemi të çështja të drejtave të fëmijëve, tashmë Kosova ka përmirësuar ndoshta në bazën e legjislacionit në lidhje me këtë, siç është edhe miratimi i ligjit për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Si e vlerësoni këtë ligj dhe sapo ka zbatueshmëri në fakt zbatimi i këtij ligji? Fakt ligji për mbrojtjen e fëmijës është një prej basë ligji më rëndësishëm që i mbron të drejtat e fëmijës, sepse fillim të artikulit të parë i dënon gjitha format e dhunës ndaj fëmijës. Domethënë çfarë do të thonë dhunë ndaj fëmijës, konsiderohet si shkelje e ligjit. Dhe është një ligj që i ka përmbledhur domosdoshmë gjitha aspektet që kanë qenë të përfshirë ose të trajtuar në rreth kuptimit të mbrojtjes së fëmijës në ligjet e tjera, i ka inkorporuar, ka bënë një ligj specifik. Mirë po e meta është se tani po jemi në vitin e tretë të implementimit të ligjit edhe fatkeqësisht shumica e udhëzimeve administrative që kanë pritur të derivojnë prej këtij ligji ende nuk janë finalizuar dhe ende nuk janë aprovuar. Ne si organizatë kemi mbështetur hartimin e 9 udhëzimeve administrative prej gjithsej 17-ve dhe për momentin fatkeqësisht vetëm 5 nga 17 udhëzime administrative janë aprovuar dhe një pjesë shumë e madhe të tyre janë në pritje të aprovimit nga qeveria. Dhe mungesa aprovimit të tyre natyrisht që pastaj ka probleme në praktik, kuptimin e funksionalitetit të mekanizmave të ndryshëm që i parashet dhe themelimi edhe që të faktë derivojnë nga udhëzimet administrative dhe që i bën shumë qartë rolin edhe përgjegjësinë e secilit aktor në kuptimin e ofrimit të mbrojtjes së fëmijës. Dhe pse po çalon ky proces i këtyre dokumentacioneve me që një bazë të gjantë ligjore ka dhe ky ligj? Po fakt ligji për mbrojtjen e fëmijës thotë që një vit pas aprovimit të tij duhet të gjitha udhëzimet administrative të aprovohen. Tani jemi në vitin e tretë dhe tregon që ka një vonesë. Vonesa lidhet fillimisht ka qenë çështja e pandemisë,
e di që pandemia ka të vari çfarë lloj procesi. Përfshi këtu edhe procese legislative. Mirë po tani në kemi një situatë pandemike, kemi pas ndryshimet e qeverisë që prapë kanë ndikuar në cvarritjen e banesave. Dhe pastaj një vit tjetër ka qenë edhe harmonizimi i gjitha udhëzimeve administrative, në mënyrë që të kenë një gjuhë uniforme dhe të mos kenë përplasje njëra me tjetrën, gjë që ka ndodhur shpesh në të kaluarën. Ligji theksues që thekson shumë qartë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, mirë po fatkeqësisht në terren shihet e kundërta. Kemi shumë raste kur fëmijët shfrytëzohen për të punuar apo kemi situatë rrugë fëmijët e Kosovës. Si e vlerësoni këtë situatë? Po fatkeqësisht, siç e përmendën edhe ju, ekziston një numër i madh i fëmijëve që janë të cënueshëm edhe janë të rrezikuar nga forma të ndryshme të abuzimit, të shfrytëzimit apo formave të tjera që mundën të lidhen me trafikimin me fëmijë. Kemi një numër madh të fëmijëve në situatë rrugë, sipas raporteve dhe statistikave tona mujore, besohet që tikon përmi 100 fëmijë ne i hasëm në situatë rrugë në Kosovë, edhe për tyre dikon 20-25 janë raste të reja. Por çdo muaj ka raste të reja të fëmijëve që janë në situatë rrugë. Një numër i madh të tyre janë nga Kosova, mirë po një numër i bukur i madh janë poashtu edhe nga shteti i fqinjtë, nga Shqipëria. Arsyeja pse këta fëmijë janë të cënueshëm, pse janë në situatë rrugë, natyrisht që një faktor kryesor është faktori socioekonomik, gjendja rënë familje, varfëria, papunësia, një po natyrisht edhe diskriminimi, për shkak se një pjesë e madhe vjen prej komuniteteve të marginalizuara etnike, siç janë rënë tashkalit dhe egjiptianë, edhe fatkeqësisht edhe diskriminimi shoqëror ndikon që këta fëmijë të jenë të cënueshëm edhe të jenë në situatë rrugë, dhe pastaj të përsëritet ky cikli i varfërisë dhe shfrytëzimit të tyre. Kështu që prindërit në mungesë të gjetjes së një ardhmë më të mirë për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre, fatkeqësisht e detyrojnë fëmijët e tyre dalin në rrugë, gjithmonë në barë të mirëqenies së fëmijëve të tyre. Për parandalu ndoshta këtë situatë, ju si organizatë keni formuar edhe qendra ditore për fëmijët në situatë rrugë. Sa vlerësoni që kanë ndikuar këto qendra në mënyrë që të ndikojnë ndoshta në parandalimin e kësaj dukurie? Pikërisht, ne kemi themeluar qendra ditore për fëmijët në situatë rrugë në komunën e Prishtinës, ku ne ofrojmë shërbime të specializuar për këtë kategori të fëmijëve. Shërbimet tona përfshin shujta ditore, shërbime psikologjike, shërbime të edukimit, pastaj merren edhe menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjithmonë në bashkëpunim me qendrat sociale. Mirë po, ne punojmë ngushtë edhe me prindërit e këtyre fëmijëve, në mënyrë që të i vëdësojmë ata mbi rreziqet të cilat mundin mi sjellë rruga, mbi rreziqet që fëmijët mundin të përballojnë çdo ditë. Pastaj edhe aktivitete vëdësuese në komunitet, në mënyrë që të vëdësojmë edhe komunitetin rreth gjendjes së rreziqeve që përballen fëmijët në situatë rrugë, në mënyrë që gradualisht duke punuar me secilin aktor në gjitha fushat, në gjitha dimensionet, të ardhmë të afër të arrijmë që të numrin e fëmijëve në situatë rrugë të reduktojmë. Kemi pas raste të suksesit në qendrën ditore, diku nëse nuk gaboj 9 raste kemi të fëmijëve në rrezik, i kemi larguar nga rruga dhe për momentin nuk janë në rrugë, mirë po janë reintegruar në shkollë ku vejojnë mësimin edhe përgatiten në kuptimin e zhvillimit të tyre edukativ dhe psikosocial. Mirë po, kjo do një punë afatgjatë, nuk është diçka që ndodh brenda natës, nuk është diçka që ndodh as brenda ditës, as brenda javës, mirë po duhet një punë, një përkushtim i vazhdueshëm, dhe gjithmonë bashkëpunim me institucionet kryesore që janë të mandatuar në kuptimin e ofrimit të mbrojtjes së fëmijës. Theksuar që një numër i madh i këtyre personave janë edhe nga vendi i fqinjtë, nga Shqipëria, nga takimet e juaja ndoshta të cilët i keni pas me këtë kategori, pse shihet Kosova si vend ideal për të zhvilluar një gjë të tillë? Në fakt, mbas të evidencave, raporteve dhe intervistave që kemi zhvilluar të kaluar me fëmijët që janë nga Shqipëria, mirë po që janë në situatë rrugë në Kosovë, njëra prej arsyeve ka qenë solidariteti i njerëzve në Kosovë. Janë më dëshirë kuptimin e dhënies së parave, lëmoshës, në raport me Shqipërinë. Domthonë, të hyrat që i gjenerojnë në Kosovë vjen më të lartë se të hyrat që mund të gjenerojnë në vendin e fqinjës në Shqipëri. Edhe dyta është për shkak se një numër i madh i fëmijëve, familjeve që vinë në Kosovë nuk dëshirojnë të identifikohen. Nëse ata janë në situatë rrugë në Shqipëri, janë më lehtë identifikueshëm edhe stigmatizohen. Por kur janë në Kosovë, domthonë gjasa që ata të njihen prej rrjetit shoqërisë janë shumë të vogla, dhe kjo është një arsye shtesë pse ata e frekuentojnë rrugët e Kosovës për qëllime të ndryshme të kërkimit të moshës.
Të fokusohemi edhe tek një çështje më rëndësi që edhe organizata juaj ofron çaj përket arsimit të këtyre fëmijëve. Si është situata me targetin apo me komunat ku ju edhe veproni me kuadër të qendrave për mësim shtesë? Në shumë komuna kemi edhe qendra të mësimit plotësues, ku ne i ofrojmë mësim plotësues për fëmijë që janë të cënueshëm, që kanë vështirësi në mësimdhënie, në mënyrë që ata të përgatiten, të marrin mësimin e nevojshëm edhe të jenë në hap me bashkëmoshatarët e tyre. Kështu që operimi i qendrave ka sjellë rezultat, kjo në veçanti vërehet mbas raporteve të ndryshme që pranojmë edhe prej detyrive përkatëse të arsimit edhe prej detyrimeve shkollës, mirë po vetë mësuesit që e shohin performancën edhe arritjen e sukseseve të nxënësve që marrin pjesë në qendrat e mësimit plotësues. Kur jemi te kjo çështje, tashmë Ministria e Arsimit ka filluar ndoshta institucionalizimin apo mbështetjen e këtyre qendrave dhe këto qendra në çfarë forme janë bërë aset i ministrisë. Sa vlerësoni që kjo dukuni mbështetjes institucionale do të ruajë ndoshta edhe jetëgjatësinë e shërbimeve të tilla në fushën e arsimit? Natyrisht, shumica ne si organizata që përruni i pilotojmë modele të suksesshme. Dhe nëse fakt cilësosi modeli suksesshëm është gjithmonë të replikohet edhe hisedari kryesor të vazhdoj implementimin e këtyre aktiviteteve, pilot projekteve të jetë qeveria. Në kuptimin e ofrimit të qëndrueshmërisë, është më së miri që qeveria të marrë përsipër menaxhimin e qendrave ditore, në fakt menaxhimin e qendrave të mësimit plotësues, në mënyrë që të sigurojë cilësinë edhe jetëgjatësinë e këtyre qendrave dhe të mos varen pe fondeve të donatorëve të ndryshëm që ata në një dalë më të afërt mund të ndryshojnë edhe politikat edhe vizionin edhe fondet të shkojnë diku tjetër dhe jo më në edukimin e fëmijëve. Në mënyrë që të kjo të shmanget, është mirë që qeveria të marrë përsipër vazhdimsinë e operimit të qendrave të mësimit plotësues. Pajtemi po ndalemi pak tek iniciativa e fundit që ne keni marrë bashkë me disa organizata sa i përket komentimit të ligjit për shërbimin social në Kosovë. Ku i keni parë vërejtjet kryesore të këtij dokumentacioni dhe pse është iniciuar ndoshta avokimi nga organizata juaj në lidhje me këtë? Po, fakt është ligji për shërbimin social dhe familjar, pastaj edhe kemi edhe ligjin për financat të pushtetit lokal. Tash nëse flasim për sistemin e mbrojtjes së fëmijës, kemi ligjin për mbrojtjen e fëmijës. Por një pjesë integrale këtu janë shërbimet sociale. Pa shërbime sociale, pa ofrimin e shërbimeve cilësore sociale, nuk është që ne mundi me punu edhe me përmirësuar sistemin e mbrojtjes së fëmijës. Prandaj këtu është një ndërlidhje shumë e ngushtë, fuqizimi i sistemit përmes ofrimit të shërbimeve sociale. Dhe njëra prej sfidave më të mëdha është që fatkeqësisht shumica e qendrave sociale kanë mungesë resurseve të mjaftueshme në kuptimin e trajtimit të rasteve, domthonë një numër shumë i vogël i punëtorëve social në raport me numrin e rasteve që ata i trajtojnë. Pastaj kemi edhe, siç thash edhe më herët, sfidat në legjislacion, domthonë ka ligje ku detyrat dhe përgjegjësitë janë të shpërndarë, shpesh nuk ka një harmonizim të plotë mes legjislacionit, dhe kjo duhet të rregullohet edhe në ligjin për shërbimet sociale dhe familjare. Edhe që është pas më e rëndësishme është edhe grandi specifik për shërbimet sociale. Grandi specifik për shërbimet sociale është i paraportuar në draft të ligjit për financat të pushtetit lokal, domthonë ku qeveria ka menduar një grant specifik për komunat vetëm për shërbime sociale. Siç e kanë grandi specifik i arsimit, siç është grandi specifik i shëndetësisë, ashtu ka pasur një grant specifik për shërbime sociale dhe komunat pastaj kanë mujt me ofru shërbime më cilësore për shkak se i kanë edhe mjetet e duhura për trajtimin edhe ofrimin e shërbimeve cilësore dhe adekuate për gjitha kategorinë e nevojë për mbrojtje e në veçantë i fëmijët. Dhe me që se jemi prit në fund të bashkëbisedimit tonë, cili do të jetë mesazhi juaj, me që ndoshta jemi edhe në fazën e regjistrimit të fëmijëve në programin e klasës së parë, cili do të jetë ndoshta mesazhi apo apeli juaj drejtuar gjithë shikuesit të emisionit tonë? Me gjithmonë është pjesa më e vështirë, është dhënia e një mesazhi, shkak se duhet me qenë shumë të kujdesshëm ato se çka po do të më dhanë, mirë po unë besoj që fëmijët duhet me gëzuar një familje të shëndetshme. Dhe për me gëzuar një familje të shëndetshme është roli i shtetit. Fëmijët janë ata që i gëzojnë të drejtat. Roli i shtetit është me siguruar që këta për një map i gëzojnë të drejtat. Mirë po shtetin nuk e përbëjmë vetëm institucionet, përbëjmë edhe bazata shoqërisë civile dhe secili aktor. Dhe vetëm përmes bashkëpunimit, koordinimit edhe përkushtimit vazhdueshëm ne për një map besoj që mund me përmirësuar situatën e fëmijëve në Kosovë dhe në mënyrë që ata të kenë një ardhmë më të mirë për veten edhe për familjet.
Vapak faledikhamne alam vjana agor pandari ke bisjako gjivdi petu menca, pak ja vipea ka uladilen qalarde a menca. Ake emisa sanorami projektes kol Roma no medie, projektikova implementingjol kotar organizacija Roma in Action, taj piko ingjol kotar emisija OSB ani Kosova. Numai vaš OSB kaj akava kurko dendilo manifestisajlo o dive Kurban Bajranesko, mangav kaj saje muslima inge pak valutne te kerav bahtalo akava dive, dede vlakaj to voltumen mek majla či pozicija, ta jek majla čo integripe antumare dizja, numai ini kaj tumari pozicija te lač hargjol ane amari Kosova. Gjipe amaraja vërno termino, oveni saste, taj arak hamajnan javeru një emisja gjivdipe tumenca. Oveni saste.